respektoni rregulloren. Deputetët zënë vend dhe ndërprisni veprimet e dhunshme të palejuara nga rregullorja. Sot në rendite kemi miratimi i procedurbalit seancë plenare datës 11/12/2025. Pika e dytë njoftime. Pika e tretë projekt ligji për ratifikimin e traktatit të Riyadit për dizenjot dhe të rregulloreve sipas këtij traktati. Diskriminimi. Pika e 6 projekt ligji për disa ndryshime dhe shtesa. Dëgjohet. Okej. Hajde, mbaj hapur. Në ligjin numër 16/2018 për diasporën të ndryshuar. Pika 7 projekt ligji për vullnetarizmin. Pika 8 projekt ligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 155/2020 për ndryshimet klimatike. Pika 9 për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve. Pika 10 projekt ligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 25/2022 për mbështetjen e zhvillimin e startupeve të ndryshuar. Pika 11 mocion për zhvillimin e debatit për masat e marra nga Shqipëria për luftën me tolerancë zero ndaj krimit të organizuar në Shqipëri, së zgjedhur avokati i popullit zoti Endrit Shabani. Në bazë të nenit 4 të ligjit për avokatin e popullit i ndryshuar, e kam ftuar zotin Shabani për të bërë betimin seancën e sotme plenare. Ftoj zotin Shabani të futet në sallë. Do të betoheni. Vërejtje, zoti Balliu jap masë e tretë, heqje drejtës fjalës për sot. Zoti Balliu përjashtohet nga seanca e ditës së sotme. Miratimi i procedurës verbalit, çfarë të bëjnë ata, o zoti Bardhi, çfarë të bëjnë ata ndërkohë që këtu bëhen veprime të dukshme? Si, në ç'mënyrë? Si Bardhi, si të ik garda? Ju jeni duke bërë veprime të dukshme, duke kalojmë në votim.